shikohet gruaja si një objekt. A mund të themi me gojën hapur që në Kosovë ka femicid? Ka? Femicid. Ka. Si nuk ka. Ka femicid në Kosovë. Prandaj ka ndodhur gjithë këto vrasje, gjithë këto... Por këtu tashi. Mund të them diçka. Policia e Kosovës, gjyqësia jonë duhet ka ndryshime në këto dy institucione, sepse këtë punë nuk mund ta... Sidomos edhe të policisë. Po. Ka ndryshime në këto institucione, nuk them që nuk ka, po duhet më shumë të ketë bashkëpunim me këtë zinxhirin që i mbledh këto institucione që të luftojnë bashkërisht dhunën. Femicid ka në Kosovë sepse ka ardhur deri në qatë pikë që shikohet gruaja si një objekt. Kjo është problemi, si një objekt.